Ka një historik të madh shumë në fshatin shqiptar. Ha, na i thuaj. Unë jam 73 vjet. Edhe kam dëgjuar nga të tjerët. Një fshat shumë i lashtë. 200-300 vjeçare është shqipske vjetë atje. Që në periudhën bizantine po flitet. Llogaritje. Edhe këtu sa na kanë treguar plejt, ka qenë një popullat e madhe, 12.000 banor. Kam banuar këtu në qatë tonë. E tash ata prej tanë, jo gjyshit, prejtë, u odhën këte në Karshi Diellit, e formuam fshatin këte. Po ka qenë fshati edhe ndë. Përballë, atje janë kishat, varezat që ka qenë i lirëve përpara, dhe është një fshat shumë i zgjeruar. E shumë i vjetër. Ka ekzistuar përpara Voskopojës? Nuk ekziston dhe Voskopoja, thanë. Edhe Korça ishte si lagje. Ta dinin këtë gjë. Shko, Shqips ka përjetuar braktisjen, por edhe rjetëzimin janë rikthyer banorët. Nuk janë kthyer që kur filluar braktisja. Bullgari, Amerikë, kudo, çkan ka. Ka fis betonin. Po këtu janë rikthyer, i kanë rindërtuar shtëpit? Tash janë rikthyer, këtu janë që janë rregulluar, janë 35 shtëpi janë këtu. Po ti numërojnë të tëra. Po. 35. Edhe në gjallën civile këtu në Voskopoj janë mbi 150 veta. Po? Mo shiko se janë larguar. Shiko, ju jeni banor këtu janë minë këtu. Duke parë që Shqipska avash po merr një tjetër ngjyrim, por jetësohet. Çfarë ndjesie e keni? Që po rikthehen banorët po i bëjnë? Nuk dim si ta shpjegojmë kur kthehet një, themi sikur po zhvillohet. Se fshatet e tjerë janë në zhdukur. Këtu po gjallërohet. Kjo ju bën edhe të veçantë. Veçantë e ka vetëm natyra dhe ambienti. Ujë, tërë, vetëm një rrugë na shkatron. Ndërkohë, do të pyes pak edhe për kishën e Shëngjërgjit. Është shumë e vjetër si kishë. Shumë e vjetër, atje me Shëngjërgjin edhe Shënauni. Janë dy kisha bashkë. Po. Pastaj Shëmëria, Shënëkolli, Shënilia, kemi shumë kisha në këtu. Në 88, kam ikur në Greqi dhe në fytyrën në 2012. Dhe ishte në Greqi dhe këtu kishe mendim. Derisa u ktheve? Po, patjetër. Edhe familja? Kujtesin, lere se kishte baban dhe maman në Greqi, këto në fëmijëria që kur ikim me kuaj bën çfarë donim, ishte një fëmijë vjetë, jam 81. Edhe prandaj edhe erdhët u kthyer? Këtu prap më dhem dhe çdo qesh, çdo gur, çdo ferë. Po kanë ardhur, i kanë rindërtuar shtëpitë e vjetra, çfarë? Siç e shikon, të shumë janë ndërtuar, por jetu jashtë. Gjermani, Greqi. Për shembull bëhen shumë. Tash them të vërtetën, Gjermani në 88 ishin në 88 një gjallë shtëpi. Tash kur vjen Beard është e njëjta. Rimbushet. Kur vjen fundi gushator, pastaj ngelen ato 10. Po. Në kapicët me granilat në Voskopoj. Ja kemi zemë si fshat. Ata shesare. Kënje këta i ka unë e jashtë mikse? Dire po e bon shumë të normale. Ma, jo e ka pura, se në veçare të orë në avë. Ja.
Këtu ajo do ta. Ta hani gëzuar. Bravo, shpërnderoj. Ne pse 4 jeni? Po. Aha. Franciscan reason. No, foto vinë të huaj, që vinë... Po. Tërë filmojnë, në sa. Për të fshirë brenda, për të... Në kujdes. Po. Pastaj për instaurimet... Si në fshat. Atër, do të pyes pak. Po. Lori!